Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi. Por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13 dhe 21. Përshëndetje miq të dashur, jemi së bashku në emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri dhe dua sot që të prekim një temë që po diskutohet kudo në shoqëri, por edhe në parlamentin shqiptar, një ligj që do kaloj për sa i përket gjinive. Dhe dua që me rastin e kësaj ngjarjeje, ky mesazh të flasi tek prindrit, tek shoqëria dhe tek deputetët në parlament, sepse është një ligj që do preki shoqërinë tonë, familjet tona, akoma dhe deputetët, fëmijët e tyre, nipërit dhe mbesat e tyre. Prandaj, dhe titulli i mesazhit për sot është Konfuzi i trupit gabuar përbar mrekullisë hinokrijuese. Të dashur miq, sot shoqëria jon po kalon një moment të rëndësishëm. Në parlament po diskutohet një ligj mbi ndryshimin e gjinisë. Disa thonë edhe pse jam djalë, ndihem femër, por e vërteta është kjo. Gjinin nuk e përcaktojnë ndjenjat, i dashur prind, i dashur mik, e dashur deputete, i dashur deputet. Gjinin nuk e përcaktojnë ndjenjat, por Zoti që na krijoi. Ajo që deri dje ishte e turpshme, sot po na paraqitet si krenari. Shumë thonë se cili bën çfarë i duket e drejtë. Nëse sot, për shembull, sipas këtij ligji, nëse sot ndjehem zog dhe hidhem nga balkoni, trupi nuk më lejon të fluturoj. Apo jo? A keni parë ndonjëherë një hartë të shtrëmbëruar që të çon në një rrugë tjetër? Besoj se Satanai po përpiqet tani të sjellë një çrregullim në rendin e Perëndis. Është si kjo një hartë e shtrëmbëruar që të çon në një rrugë tjetër. Kështu edhe Satanai ngatron për të humbur. Është si një pasqyrë e thyer që nuk pasqyron realitetin. Kështu është dhe bota sot. Te letra e parë e Korintasve, kapitulli 14, vargu 33, Apostull Pali i shkruan kishës së Korintasve, duke i thënë se kush është Perëndia. Pra, baza e këtij ligji duhet të shikojmë nga aspekti biblik. Bëhet krahasimi çfarë na paraqesin, kush na e paraqet këtë ligj nën karamelet e lirisë së drejtave barazis, dhe kush është Perëndia. Dhe Apostull Pali dhe Bibla na flet shumë qartë pra se kush është Perëndia. Tek letra e parë e Korintasve, kapitulli 14, vargu 33, na shkruan sepse Perëndia nuk është Perëndi trazimi, por pajtimi. Sepse Perëndia nuk është Perëndi trazimi, por pajtimi. Unë dua gjithashtu që ta lexojmë edhe në versionin e greqishtes së vjetër, sepse Dhjata e re është shkruar në greqishten e vjetër. Dhe aty thot: Ugar estin akastasias, o theos allirinis, os en pasis tas eklisias ton aion. Përkthimi 1, përkthimi ka trazim, por po të marrim fjalën tamam akastasia, do thot çrregullim. Çrregullim, do të thënë panqëndrueshmëri sociale, ose një konflikt i jashtëm që sjell shqetësim pra. Dhe shikojmë që kur bota është e mbushur me zhurmë dhe ide të kundërta, kujt duhet i besojmë neve? Zërit të turmës apo zërit të Krishtit? Ky ligj që po na vjen në parlament dhe më pas do praktikohet, është si një GPS, por GPS-i na tregon drejtimin e dur që të arrijmë në destinacionin ton. Por në qoftë se ne votojmë këtë ligj, do na duket si një GPS i prishur që të çon në një rrugë të gabuar. Dhe ky është Satanai. Satanai do të qëlloj në 3 fusha.
dhe ka filluar për shumë vite, 10 vite, qëllon në 3 fusha, te fusha e moralit, seksualitetit dhe identitetit. Le të shikojmë këto 3 fushat, ku Satanai lufton sot nëpërmjet karameleve ligjore të quajtura liri, barazi, identitet. Ai përdor këto përse? Për të sjell akastasia, konfuz para, çrregullim, dhe qëllon pra pikërisht e morali, seksi dhe gjinia. Këtë do të qëlloj? Qëllon Perëndin, ligjin e Perëndis. Qëllon njeriun, qëllon familjen, qëllon kombin dhe shoqërinë. Le të lutemi. Ati dashur, ne të falenderojmë, o Zot, për fjalën tënde, o Perëndi, që është si një dritë që drejton hapat tona, siç thot te Psalmi 119. Ne kemi nevojë sot për fjalën tënde, o Zot. Kemi nevojë si prind, kemi nevojë si shoqëri, kemi nevojë akoma edhe si politik, deputetët, politikanët, deputetët që janë zgjedhur në parlament, o Zot, të mund të votojnë dhe të binden fjalës tënde apo absurditetit, o Zot, dhe çrregullimit një ligj që sjell akastasia në familjet e tyre dhe në shoqëri. Prandaj jepim mençuri dhe urtësi, o Zot. Dhe lutem që ky mesazh të flasi tek të gjithë neve, o Perëndi. Kemi nevojë të dëgjojmë mesazhe të tilla. Dhe lutem që kisha të mos hesht dhe institucionet fetare të mos heshtin, por të bëjmë presion mbi politikën dhe mbi deputetët që të mundet ky ligj të mos kalojë, o Perëndi. Kërkojmë, o Perëndi, urtësinë dhe mençurinë tënde. Dhe kërkojmë që frymat tënde i shenjtë të flasin në zemrat e dëgjuesve. Në emrin e Krishtit e lutemi. Amin. Pra tham që Satanai po qëllon mbi moralin, seksin dhe gjinin. Dhe do të arrijë pra atë sjellë konfuz tek ligji i Perëndis, tek njeriu, te familja, kombi dhe shoqëria. Le të fillojmë këto të treja një nga një. E para do të mjegulloj moralin. Do të sjellë një moral të mjegulluar, duke marrë fjalën e Zotit dhe duke e bën të paqartë pra. Tek Isaia, kapitulli 5, vargu 21-20 thot: "Mjerë ata që e quajnë të mirën të keqe dhe të keqen të mirë." Pra kili na paraqitet sikur do sjellë gjithë drejtësinë dhe barazin. Për shembull që gratë duhet të punojnë si burrat, gratë duhet të bëjnë punën që bën burrat. Po a është ky një realitet i krijimit biblik nga Perëndia? Perëndia, miq të dashur, i ka bën gratë që të bëjnë ato gjëra që burrat nuk mund t'i bëjnë. Edhe njerë, Perëndia i ka krijuar gratë që të bëjnë ato gjërat që burrat nuk mund të bëjnë. Por ne duam të rrafshojmë gjithçka dhe jetojmë në një kohë të ngjashme, ku të mirën e quajnë të keqe, do me thënë fjalën e Zotit, krijimin e Perëndisë është i keq. Ti mund të jesh fëmër, por mund të ndjesh si mashkull, ose je mashkull duhet të ndjesh fëmër. Si ndjesh ti sot? Dhe të keqen të mirë. Jetojmë në kohën biblike që është e ngjashme me kohën e gjyqtarëve, te kapitulli 21 te vargu 25 që thot: "Secili bënte atë që dukej e drejtë në sytë e vet." Secili bënte atë që dukej e drejtë në sytë e vet. Pra kemi një relativizim të vërtetës, një relativizim mbi krijimin e Perëndis pra. Nuk ka standarde, secili ka të vërtetën e vet. E shikoni. Por çfarë pasoja sjell kjo në shoqëri, në familje? Sjell padrejtësi, korrupsion, dhunë dhe shkatërim. Pyetja është, cili është standardi yt i moralit? Bazohet mbi ndjenjat e tua apo tek fjala e Perëndis? Ekziston dhe një i ri në Bibël, Danieli, i cili u mor peng si Skënderbeu në Babiloni, dhe atje ata e rritën në pallatin mbretëror, duke i ofruar ushqimin e mbretit, por ai nga që besonte tek Perëndia nuk pranoi këtë ofertë. Ai qëndroi i pastër moralisht, pavarësisht presionit të Babilonisë. Disa sot flasin për të vërtetën, akoma dhe kur shumica hesht. Kjo është e keqja e popullit, që kemi pranuar të heshtim pra. Pyetja është, a e bazojmë moralin tonë në Bibël, apo e lëm që të formohet nga media, moda,
dhe opinioni i turmës. Shikojmë që të rinjt tanë nuk kanë më model prindrit, nuk kanë më model heronjt e Biblës, po kanë model këngëtarët e famshëm, jetën e tyre, luksin e tyre, akoma dhe reklama në televizion na tregojnë një absurditet tjetër. Pra pam që morali ishte moral i mjegulluar. Satanai na mjegullon moralin dhe ne duhet të shkojmë tek e vërteta që është fjala e Zotit. Pika e dytë që Satanai na qëllon është seksualiteti, konfuzioni seksual, që do thotë seksualitet i shtrëmbëruar. Te letra e parë e Korintasve, kapitulli 6, vargu 18-20, Apostulli Pauli shkruan dhe thotë që trupat tanë janë tempulli i frymës së shenjtë. Pra banon tek ata që besojnë tek Jezu Krishti, banon fryma e shenjtë brenda tyre. Dhe nga ana tjetër të Romakët kapitulli 1, vargu 26-27 thotë dhe shpërdoruan dhe ndryshuan marrëdhëniet e tyre normale dhe hyjnore, burr me grua, duke shkuar burr me burr dhe grua me grua. Pra marrëdhënie natyrale i ndryshuan dhe Perëndia i dha thot në epshet e tyre. Ajo gjë po ndodh tani. Nga njëra anë kemi besimtarët që trupin e shikojnë si tempulli i Perëndisë, si tempulli i frymës së shenjtë, nga ana tjetër kemi ligjin që thot kanë hequr frymën e shenjtë, domethënë, dhe duan të kalojnë që trupi tënd je mashkull apo femër. Dhe është në gjykimin tënd. Jo. Krijimi është identitet, nuk është ndjenjë. Është identitet. Perëndia thot tek Zanafilla kapitulli 1:27, ai krijoi mashkullin dhe femrën. Mashkullin dhe femrën. Jo burr-grua, që siç thon disa, sepse mund të jesh femër dhe të ndjehesh si burr, dhe e kundërta. Mashkullin dhe femrën. Dhe këtë seksualitet Perëndia e krijoi për martesë. Seksin Perëndia e krijoi për martesë. Po Satanai e ka kthyer në mall tregu dhe përfitimi. Cilat janë pasojat nëse Satanai e përdor në mënyrë të çrregullt seksin? Kemi sëmundje, varësi, martesa të thyera dhe kemi zemra bosh. Kemi toni shembuj, Sodoma dhe Gomora. Pyetja është, a e shikojmë neve seksualitetin si një dhuratë të Perëndisë, apo e shikojmë si një kënaqësi pa kufij? Mik i dashur, të dashur deputet, Perëndia po ju vë në provë tani. Keni një sprovë përpara, me një dhuratë që Perëndia u ka dhënë dhe juve, sepse keni fëmijë, keni nipër dhe mbesa, dhe nëpërmjet asaj dhurate janë bërë fëmijët dhe nipërit dhe mbesat. Pyetja për juve është, dhe për ju prindër, për të gjithë neve është, çfarë kemi bërë me dhuratën e Perëndisë me emrin seks? Çfarë doni të bëni me dhuratën e Perëndisë me emrin seks? Çfarë do votoni kur t'ju sjellin ligjin me dhuratën e Perëndisë të quajtur seks? Te Zanafilla 19 na tregon për Sodomën dhe Gomorën, shturjen e atyre qyteteve, pasionin që kishin jashtë kufinjve biblik, që i çojnë në shkatërim. Nga ana tjetër kemi Zanafilla kapitulli 39, Jozefin, i cili zgjodhi pastërtinë dhe lavdinë e Perëndisë. Dhurata që Perëndia ka dhënë është si një diamant që bie në balt dhe që humbet shkëlqimin, por nuk humbet vlerën. Një diamant pra që bie në balt humbet shkëlqimin, por nuk humbet vlerën. Pyetja është, a e shoh unë trupin tim si një dhuratë të shenjtë për lavdinë e Perëndisë, apo e shoh si një lodër për dëshirat e mia, apo për të përmbushur agjendat që të tjerët na sjellin? Pra pam moralin e mjegullt, pam gjithashtu edhe seksualitetin. Pam pra folën për moralin e mjegulluar dhe seksualitetin e shtrëmbëruar, se si Satanai lufton. Dhe e treta është identiteti. Perëndia thate Zanafilla, Perëndia krijoi mashkullin dhe femrën. Identiteti është grabitur.
po na servirin një konfuz gjinor. Identiteti pra është hyjnor, është dhurat nga Perëndia. Por Satanai do të na sjellë si në kullën e Babelit e Zanafilla kapitulli 11, përpjekja e njeriut për të ndryshuar rendin e Perëndis pra. Do të ndryshojë identitetin ton. Një shembull klasik është tek libri e Esterit, kur Esteri u bë mbretëresh dhe kur kryeministri Haman donte të bënte genocid popullit hebre në Persi, Esteri që ishte hebre e kishte fshehur identitetin e saj si hebre. Dhe kur i afërm i saj Mardokeu shkon dhe i thot që tani është koha që Perëndia të ka dhënë që të ndërhysh për popullin, ajo u tundua gati që të mos thoshte identitetin e saj. Te kapitulli 4 vargu 16, Esteri si përfundim pasi u lut pranoi identitetin e saj si hebre dhe shpëtoi popullin. Ju të dashur deputet, jeni në të njëjtën situatë, po na bëjnë genocid gjinor të fëmijëve tanë në arsim, dhe ju duhet të qëndroni përballë këtij ligji dhe përballë kush ju ka vënë këtë ligjin, si Esteri, të luteni, të agjeroni dhe të shkoni përpara dhe të thoni dhe të votoni, të pranoni identitetin hyjnor, mashkull femër, siç Esteri pranoi identitetin e saj si hebre dhe kështu shpëtoi popullin. Ju mund të quheni shpëtimtar. Perëndia na thot tek për Satanain që ai është vjedhës dhe ai vjen të vjedh dhe të shkatërroj. Tek Gjoni 10:10, vjedh si vjen vetëm të vjedh dhe të shkatërroj. Satanai po përpiqet të vjedh identitetin që Zoti i ka dhënë çdo njeriu. Sot ata thon, ti mund të zgjedhësh se kush je. Ne nuk mund të shpikim identitete. A mund t'i besojmë një njeriu shkencën që thot që nuk di është burr apo grua? Ti mund të zgjedhësh se kush je. Ne nuk e shpikim identitetin. Identiteti jon biologjik është dhurat nga Perëndia. Jezusi u sulmua vet nga Satanai në shkretëtir, dhe kur i tha, nëse je biri i Perëndis, djalli donte të vënte në dyshim identitetin dhe dashurinë e Perëndis pra. Sot po bëjnë të njëjtën gjë dhe me ne. Satanai grabit identitetin. Ti je ai që ndihesh. Dhe çfarë na sjellin këto pasojat të konfuzionit që Satanai sjell mbi gjinin dhe identitetin? Pasojat mund të jenë krizë identiteti, depresion, familje të shkatëruara, vetvrasje. Kemi një shembull, Babeli pra. Po ti mik i dashur, ku e gjen identitetin tënd? Te krijuesi apo te kultura moderne? Jo, nuk është shumë e vjetër gënjeshtra e Satanait. Megjithmonë tha Perëndia, i tha Evës, ku e ke rënjosur identitetin tënd, i dashur deputete? Në opinionin e njerëzve apo në fjalën e Perëndis, si besimtar gjithashtu? Si kish, kur një fëmijë pyet kush jam unë, ti si prind si përgjigjesh? Nëse ti si prind dhe kisha nuk i jep një përgjigje biblike, atëherë shoqëria do ta ngatrojë identitetin. Shoqëria do ta ngatrojë identitetin pra. Pra s'mund të thua sot ndjem zog dhe do fluturoj, sepse realiteti është krejt ndryshe. Ndjenjat nuk ndryshojnë biologjin dhe identitetin e dhënë nga Perëndia. Krijimi yt është një mrekulli hyjnore. Prandaj dhe Satanai ka konfuzin e trupit të gabuar. A e dini që njerëz besimtar kanë dhënë jetën përballë këtyre ligjeve? Sot njerëz si Charlie Kirk e ngritën zërin fort kundër këtij konfuzioni, duke paguar madje edhe me jetën e tyre. Pse? Që të mbrojnë këto parime biblike. A do të pranojmë këto ligje njerëzore që krijojnë dhe satanike që krijojnë konfuzion, apo do pranojmë ligjin e Perëndis që na e thot shumë qartë? A do lejojmë fëmijët tanë të rriten në mjekullin e ndjenjave të lëkundura, apo do ecin në dritën e fjalës së Perëndis?
trupi që Perëndia ka krijuar është gabim apo mrekulli? Je në trupin e gabuar, është gabim i Perëndis apo mrekulli? Ku e bazon identitetin? Në ndjenjë apo në fjalën e Perëndis pra? Prandaj dhe thirrja ime për deputetët dhe prindit është: deputetë nderuar, sot mbani përgjegjësi të madhe. Para se të votoni ligjin për trupin e gabuar, mendoni për pasojat. Edhe ju keni fëmijë, nipër dhe mbesa, marrëdhëniet, familje dhe moralin sipas planit të Perëndis. Mashkulli dhe femra janë themeli i familjes. Mos u joshni për një vend në parlament, ose nuk e di çfarë agjenda. Ligji nuk është vetëm një tekst, është një vendim që prek jetën e familjeve tuaja dhe stabilitetin e shoqërisë. Ju do të jeni pjesë e një propagande që sfidon planin e Perëndis, apo do të qëndroni në mbrojtje të fëmijëve dhe të së vërtetës? Mendoni vajzat dhe djemt tuaj, mendoni për nipërit dhe mbesat tuaj. Do rriteni në një shoqëri që e sfidon këtë të vërtet? A do kontribuoni ju në këtë çrregullim akatasasia dhe konfuzion, apo do mbani përgjegjësi për të ardhmen e tyre? Tek Efesianë 5:31 thot: për të arsye njeriu do lër baban dhe nënën dhe do të bashkohet me gruan e tij, dhe ata do të jenë një mish. Psalmi 139 thot: sepse ti më ke krijuar në mënyrë të mrekullueshme, prandaj unë të lavdëroj. Këli do mbështeshësh. Përpara jush keni një dilemë, keni dy ligje: ligjin e Perëndis dhe ligjin e konfuzionit moral, të konfuzionit seksual dhe gjinor. Do ruani niprit, fëmijët, niprit dhe mbesat nën fjalën e Perëndis? Një mesazh për ju prindër të dashur. A do i lejojnë fëmijët tanë të rritën në mjegullën që Satana i ka krijuar me konfuzin e këtyre ligjeve, apo do i rrisin fëmijët duke edukuar në identitetin biblik? Me propagandën e trupit të gabuar, kush fiton me të vërtet? Kush fiton? Perëndia na flet shumë qartë. Gjinia nuk është ndjenjë. Gjinia është krijim hyjnor. Seksualiteti nuk është një lojë që mund ta luajnë disa me agjendat e tyre. Seksualiteti është dhuratë e Perëndis brenda kufinjve të martesës. Identiteti nuk është një shpikje që erdhi në vitin 2025 ose gjatë Covidit dhe pas Covidit. Identiteti është e vërteta që Zoti na jep pra. Edhe një gjinia nuk është një ndjenjë. Gjinia është krijim hyjnor, është mrekulli hyjnore. Seksualiteti nuk është lojë, është dhuratë e Perëndis. Çfarë bëjmë neve me këtë dhuratën e Perëndis të quajtur seks? Identiteti nuk është shpikje, por është e vërteta që Perëndia na jep. Dhe Jezusi tha: dhe e vërteta do t'ju bëj të lirë. Unë jam drita e botës. Kush më ndjek nuk do të ecë më në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Krishti dha jetën e tij që ne të jemi fëmijë të Perëndis dhe na mbroi nga armiq pra, që është Satanai. Mendoni pra, një firmë juaja e dashur deputet, i dashur deputet, do i kushtoj një brezi të tërë. Do firmosësh konfuzionin apo mrekullinë e Perëndis? Do mbrosh fëmijët e tu, niprit dhe mbesat, apo do t'i lësh ata në mjegull? Kujdes se Perëndia të sheh. Perëndia dhe historia do të mbajnë mend. Ne si besimtar duhet të qëndrojmë tek fjala e Perëndis. Si familje, të rrisim fëmijët me identitetin biblik. Si prind ti dëgjo, kë lejon që të edukoj fëmijën tënd? Botën që të e mashtron, apo krijuesi Perëndia Jezusi që jep dritë? Mos e lër fëmijën tënd në errësirë. Jepi të vërtetën sot. Çohu tidh së bashku me familjen dhe eja në kish. Shkolla gjithashtu duhet të edukojë të vërtetën. Shtëpia duhet të mbrojë identitetin. Kisha duhet të shpalli Krishtin, Zotin si krijues, sepse vërteta nuk ndryshon. Jozeu i tha popullit të Izrael: zgjidhni sot kë do adhuroni, Perëndinë e Amorenjve, që janë matan lumit, apo Perëndinë e Izraelit të vërtet.
Sa për mua dhe për shtëpinë time, unë kam zgjedhur të shërbej Zotit. Dhe Jezusi tha, unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Vetëm ai sjell dritë, paqe dhe liri të vërtetë. Si komb, si do ecim? Komb biblik, predikova ungjillin, tha apostull Pali, nga Jeruzalemi deri në Iliri me mrekulli. A do ecim si komb biblik, sipas ligjit të Zotit? Ligji i Zotit që nuk ndryshon kurrë? Çfarë do firmosësh nesër, i dashur deputet? Një ligj që i ngatron fëmijët apo një të vërtetë që i mbron? Përgjegjësia është e jotja. Ti prind i dashur, këdo lësh të edukoj fëmijët e tu? Botën që mbjell mjegull apo krijuesin që thot të vërtetën? Le të lutemi. Ati dashur, unë sjell përpara teje këtë mesazh. Besoj me hirin tënd që është shumë i qartë. Tani, unë kërkoj që ti të drejtosh zemrat e deputetëve me kartonat që do ngrejnë o Zot. Ti drejtoj zemrat e tyre, o Perëndi. E di që disa duan t'i pëlqejnë partisë ose nuk e di kryetarit të partisë. Por lutem që në zyrat e deputetëve, në zyrat e tyre, të kenë fotografinë e familjes së tyre. Dhe dua që ti t'i vësh në zemër o Zot që atë ditë në parlament të gjithë deputetët të marrin fotografinë e familjes së tyre dhe kur të çojnë kartonin të shikojnë fëmijët e tyre, nipërit dhe mbesat, dhe të votojnë. E njëjta gjë dhe si prindër. Motivoj o Zot që të shkojnë në kishë o Zot, të mësojnë të vërtetën tënde o Zot. Sepse po nuk shkuan në kishë, Satanai është gati të rrëmbej o Zot. Çdo gjë, dhe siç po ndodh. Çlirona o Perëndi nga këto agjenda satanike o Perëndi. Çlirona nga propaganda e trupit të gabuar. Përdor njerëz që janë më të fuqishëm se ata që sjellin ligjet o Zot, që të ndalojnë këto agjenda o Perëndi. Sepse ti mund ta bësh të o Perëndi. Ne të falenderojmë dhe për Radio Shtatën, që është një zë në shkretëtir, në këtë kaosin moral, në këtë kaosin seksual, në këtë kaosin gjinor o Perëndi. Fjala jote të jetë një pishtar dhe një dritë në rrugën e njerëzve. Prandaj bekoje Radio Shtatën dhe TV Shtatën o Zot. Bekoje çdo dëgjues që ka dëgjuar këtë mesazh. Në emrin e Krishtit ne lutemi. Amen. Miq i dashur, unë të falenderoj që dëgjove këtë mesazh dhe unë lutem që pas votimit Krishti të dali fitimtar, Bibla të dali fitimtare, Perëndia të dali fitimtar, fëmijët e tu, nipërit dhe mbesat, pasi të votosh të shkosh ti përqafosh ata, dhe të mos ndjesh i tërpuruar. Zoti t'ju bekoj dhe t'ju japi urtësi dhe mençuri dhe dritë në atë ditë që do votohet ky ligj. Miru pafshim në emisionet e ardhshme. Shpresojmë që t'jeni inkurajuar nga mesazhi i sotëm. Nëse dëshironi më shumë informacion për besimin, dëshironi një Bibël apo po kërkoni një kishë lokale në vendin ku jetoni, mos nguroni të na kontaktoni në adresën info@radiovis7.net ose na telefononi në numrin 068 60 47 511. Gjithashtu na kontaktoni në rrjetet sociale, Facebook dhe Instagram me emrin Radio Shtat Albania. Deri herën e ardhshme, bashkë miru dëgjofshëm. Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13 dhe 21.